$55 vite burg në total ishte dënimi që kërkoi prokuroria për 10 ish-punonjës të Bankës së Shqipërisë, të akuzuar për shpërdorim detyre në skandalin e vjedhjes së 713 milion lekëve nga Thesari. Kërkesa u bë në seancë nga prokurori i çështjes Ramadan Troci, i cili kërkoi gjykatës që të gjithë të pandehurit të shpalleshin fajtor, pasi me veprimet dhe mos veprimet e tyre u bë shkak për vjedhjen e Thesarit. Vazhdojmë në 378 kodit procedurës penale, por shërbimisht kërkoj degajimi fajtor pandehurit Doran Çollaku për veprë penale shpërdorim detyre, parashikon në 123 kodit penal, dënimi i tij me 6 vite burgim. Prokurori kërkoi nga 6 vite burg për ish-drejtorin e Thesarit Dorian Çollakun, Bashkim Xhilagën, Lavdim Canin, Muzejem Belbën Liliana Tushën, ndërsa 5 vite u kërkuan për punonjësit e tjerë Bari Allushin, Gentian Jahjan, Fatbar Dagurtin, Medi Markun dhe Dimitër Davidin. Tashmë pritet që gjykata pasi të dëgjojë dhe pretendimet e mbrojtjes, të jap verdiktin përfundimtar për të pandehurit, të cilët përfitojnë uljen e 1/3 së dënimit, për shkak se janë proceduar me gjykim të shkurtuar. Ndërkohë ishte inspektoreja e përgjithshme e Bankës së Shqipërisë Elivar Golemi, e bashkëpandehur me të akuzuarit do të gjykohet më vete. Po ashtu, gjykata ka vendosur të ndajë gjykimin dhe për 4 ish-zyrtarë të tjerë të Bankës së Shqipërisë, Petrit Ramohita, Ilir Dedja, Emiliano Lamçe dhe Medi Molla.